Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam 46 vjeç dhe merrem me duralumen dhe punime xhami. Kështu që trupin e kam të regjur me punë të rënda. Jam I martuar prej vitesh dhe gruaja ime ka një motër më të vogël. Kjo kunata është fiks 28 vjeçe. Jemi plot 18 vite larg njëri tjetrit me mosh. Kur jam martuar, ajo ishte akoma e re, e që luante me lojra fëmijësh. Gjithmonë e kam pasur si një motër, madje shpesh herë e ngasmoja kur vinte në shtëpinë tonë, siç bëjnë njerëzit e shtëpisë. Ajo tani ka mbaruar shkollën prej pak vitesh. Ka filluar edhe punë në një zyrë kontabiliteti dhe para ca muajsh mori një shtëpi me qira që të dilte me vete. Të martën që kaloi, unë e kisha lënë punën pak më herët se zakonisht. Po pija një kafe te kafja e lagjes kur me bie telefoni dhe më kishte thirrë ajo. A je I zën? Me pyeti. I thash, duke ndenjur jam këtu te lagja. Po pse, I thash, çfarë problemi ke? Kam qenë, tha, tek një dyqan mobilerish dhe kam bler ca mobilje për dhomën e gjumit bashkë me një komo. Me than që transportin ma bëjnë pas 10 ditësh se s'kan makinat e lira. A vjen dot ma të furgonin tënd të punës, e të mi marrësh, e të mi sjellësh tek shtëpia. Janë me kutitë mbyllura. Më tha ajo. Nuk ja prisha qefin, ndaj I thashte me priste aty. Hipa në furgon dhe shkova tek dyqani. Ajo po me priste tek dera. Ishte veshur me ca tuta të ngushta dhe me një bluzë, por që nga larg I vinte era parfum. U futëm brenda, I ngarkuam ato 4-5 kuti të rënda në furgonin tim e u nisem drejt shtëpisë së saj. Kur arritëm atje, makina s'mund të futej deri tek dera e ashensorit, e modeshti mbaja kutit në krahët e mi, nga makina deri tek ashensori, e pastaj t'i fusja brenda tek salloni I saj. U lodha shumë, e u djersita pak se ishin goxha drasa të rënda. E kur I lash të gjitha në mes të dhomës, po fshija duar tek pantallonat e mia të punës, e ajo më tha: "Rrofshe na rrofsh o kunat, po tani kush do mi muntoj këto? Unë s'di as nga hapën këto kuti", më tha ajo. "Po hapi moj çup manualet", I thashon, "se me figura I ke, si lodra për fëmijë janë. Ti vetëm ti montosh ke, ose thirr ndonjën nga ata shokët e tu që ti bashkojnë." Ajo kafshoi buzën e saj. "E cilin të thras", tha ajo. "Ata s'din asgjë për vete, s'din as të lidhin kepucet, e jo mo do din të lidhin dërasat me vida. Ata janë vetëm për të prishur punë, e s'janë për këto gjëra. A mi bën do ti sa je këtu, se unë do të qeras me një ndonjë drek të mirë pastaj." Dhe me buzëqesh I shtrembër, e mua me çuditi pak. Kisha kohë të lirë dhe thash me vete: hajt ja mbaroj edhe këtë hall. Zbrita poshtë të furgoni, mora trapanin tim me bateri, ca kaçavida, e u ktheva lart. I hapa kutit, I shpërdava dërasat mbi tapetin e sallonit, e ula në gjonjë për të filluar nga puna. E nisa të fuz videt e para, të bashkoja anet e dollapit dhe të shtrëngoja bazën. E ndërkohë ajo rrinte e ulur në divanin që ishte përballë meje, e më shikonte. Unë s'po I thoja gjë, vetëm po shihja punën time.
mbaja trapanin, mbaja dërasin me këmbë, që mos të lëvizte dhe fusja vidat. Të lumshin duart, me thoshte ajo. Nuk e ka kot motra ime që mburret me ty. Po leri ato moj, i thashun, këta janë punë të thjeshta, s'duhet ndonjë shkencë e madhe, mjafton ti kesh provuar 1-2 herë dhe di çdo kush. Jo, ma ktheu ajo, nuk është puna vetëm të dërasat, unë po flas për tipin e burrit që je ti. Të pakten, motra ime ka dikë në shtëpi që ditë t'ja mbaj shtëpin dhe t'ja largoj mërzin dhe qeshi e përsëri kafshon të buzën. Ç'me gjeti, thoja unë. Ishte një provokim i pastër. Unë kam njohur plot njerëz dhe të gjithë mendojnë vetëm për rrobat e veta, për të dukur mirë e për të dalë në kafene. E asnjëri s'ta ngroh mirë qoshën e shtëpis, me tha ajo. Por unë mbaja veten, nuk e ngrija kokën fare nga puna. E keni fajin në vet, i thash. Ju i zgjidhni ata lloj çunash sepse doni makinat e bukura dhe fjalë të mëdha, prandaj ngeleni duke u ankuar pastaj. Ajo u ngrit nga divani e shkoi në kuzhinë, e pas pak doli. Nuk erdhi fare pranë, por e la një gotë me lëng pjeshke mbi një komodinë të vogël tek dera e sallonit. Kur të mbarosh, e ke lëngun aty, me tha ajo. E pasi shtrëngova dhe vidin e fundit të komos, unë ngrita në këmbë, e provova dollapin me dorë se mos lëkundej, por e kisha bërë si beton. Shkova te komodina, mora gotën me lëng dhe e piva. U bë dhe kjo puni, thash asaj. Tani po i marr veglat e po iki, sepse me mbeten dhe 1-2 hallet e tjera për të mbyllur sot tek shtëpia. E ajo doli para derës së jashtme, jo për të ma mbyllur rrugën, por thjesht qëndroi aty. Pse je sikur je në therra? Pse nxiton gjithmonë kur je me mua, sikur ke një siklet të madh? Me pyeti ajo. Si pse nxitoj, i thash unë. Kam punat e mia o vajz, nuk e kam kohën të rije të dëgjoj ankesat e tua për çunat e Tiranës. Ajo bosjeshi, se kisha hallin të çunat e tjerë, e kisha tek ty, tha. Mbeta pak i habitur nga kjo fjalë. Unë e mbaja në krah kur ajo s'dinte as të este, e tani po me thoshte ca gjëra që s'po jepja dot durim. Çfarë po thua moj, i thash asaj. Hap rrugën tani, se s'kam kohë për shaka. Si bën edhe ti, tha, unë s'po bëj fare shaka. Unë s'te thira sot për ato dërasat, te thira se desha ti jesh këtu, vetëm me mua. Unë jam 28 vjeçe, e nuk jam më e re e as me gërsheta, dhe e di se çfarë po bëj. Mua mu pren gjunjet, situata ishte e rëndë. Mblidh veten, i thash asaj. Jam kunati jot, unë kam shtëpinë time, s'kam çfarë kërkoj këtu më shumë. Ajo bëri dhe një hap tjetër përpara, e tani ma mbylli rrugën plotësisht. Po ti sikur the që nuk ke frikë nga asgjë, me tha ajo. Nëse nuk më shesi grua, hape derën dhe ik. Por, me mirë mos u ngot, me tha ajo. Këto gjëra vinë vetëm një herë në jetë. S'kisha çfarë të bëja më. Dole një hap përpara, kapa shpatullat e saj dhe fillova që t'i ofrohesha për të parë nëse do e largonte kokën. Por gjërsa unë afrohesha, afrohej edhe ajo, derisa filluam të putheshim në buzë. Unë i mbylla sytë, ndërsa ajo me lëdhaton të faqet me duar dhe filloj të me puthte edhe me shumë. E unë duart e vendosa tek beli. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.